Cilat janë detajet? Përshëndetje për juve në studio dhe për të gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Ndodhem jo shumë larg qendrës së qytetit të Prizrenit, saktësisht në rrugën Recep Kabashi, ku sa për të korrigjuar ka ndodhur një rast goxha i rënd mbrëm, ku në këtë lagje ka ndodhur një tentativë vrasjeje. Policia e Kosovës ka marrë një thirrje rreth 20 minuta pas mesnate për një rast të një dhune në familje në këtë lagje, dhe me arritjen këtu kanë hasur në një grua të lënduar rënd me gjakderdhje të shkaktuar nga një mjet i mbret, saktësisht nga një thik këtu në lagje. Më pas me anë të ndërsa kanë kontrolluar zonën, kanë vënë rese në katin e dytë të kësaj ndërteseje brapa meje, e lënduar ka qenë edhe vajza e gruas e cila është gjetur fiks në këtë rrugë me lëndime të rënda trupore. Vlen të përmendet se i njëjti gjendet në prangat e policisë dhe prokuroria themelore e Prizrenit ka deklaruar se i njëjti në bazë të procedurave dhe në brenda kohës që zakonisht marrin këto çështje do t'i caktohet masa e paraburgimit. Në ndërkohë ne kemi pasur rastin të bisedojmë edhe me disa nga fqinjet këtu, të cilët kanë bërë të ditur për televizionin se çifti nuk janë banor rezident këtu në Prizren, por që kanë ardhur këtu nga një qytet tjetër para rreth një jave. Në ndërkohë ata bëjnë të ditur se çifti ishte i njohur për herë për problemet martësore që kishin e që nuk kishin kaluar pa zhurmë, pa njohurinë e banorëve këtu. Në ndërkohë, me aq informata sa kemi mundur të marrim nga Spitali Rajonal i Prizrenit është se si nëna ashtu edhe vajza janë në gjendje të rëndë shëndetësore, dhe ne pas këtu do të drejtohemi tek Spitali Rajonal i Prizrenit për të marrë më shumë informata rreth gjendjes së tyre shëndetësore. Vlen të përmendur se ne kemi provuar të marrë një përgjigje nga prokuroria themelore e Prizrenit për të parë nëse i njëjti ishte, le të themi, i njohur për organet e rendit, nëse kishte ndonjë rast në të kaluarën të kësaj natyre apo diçka tjetër. Mirë po, ende nuk kemi marrë një përgjigje konkrete. Megjithatë, prokuroria themelore e Prizrenit do të mbajë një konferencë për media në orën 14 për të na përcjellur më shumë detaje nga pyetjet tona. Kaq nga unë tani për tani. Odeja, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Prizreni.